në një video tjetër në këtë kanal. Dhe përshëndetje Allah. Ua, zuri turpi, e di që po shikojnë dhe tjerë prandaj. Atëherë, si që shikoni dhe nga titulli, më në fund, që na erdhi? Si quhet Akile? Play button. Na erdhi play button. Sikur se dite ele. Unë e them kjo korniza, se se dhja emrin. Korniza, okej. Më në fund, do me thënë ka një 4 ditë e puna. Që Po, ka ardhur. po. Ka diku 4 ditë te dyqani që ka ardhur dhe nuk e kam hapur akoma sepse doja ta hapja këtu me ju. Lega, ku i ke malla? Do ri shumë rehat. O shpirt. Do këpucët të vdesun për ty, do vesh këpucët Allah. Mirë shpirt, hajtë të pish këpucët. Do të hapim të me Allah, Nerga. Këte do të hapim, të shikojmë qa ka këtu brenda. Po, hajtë. Po, të hapim shpirt. Të hapim. Hajtë të hapim Allah. Hajde deri do të hapim të tre Eli, se edhe Erga të gjithë ti marrë pjesë me këte. Ua, atë ditë kur më ka ardhur, më vija të qaja nga gëzimi isha Qaj. për zotin, ja kam dërguar direkt Dolës me foto dhe më vjen qaj, thash. Nuk më besojt, akoma nuk më besoj që kam në dorë, deri sa ta hapë dhe ta shikoj me sytë e mi, atëherë do ta besoj. Hama e gjithë, se Prit si me- të shike. Qemë të më? Hajde, bjerë këtu të unë. Po hopa. Po bjerë më burri minut e unë. Hajde këtu Allah, hajde të shikojmë që ka brenda kutia. Lere të hapin mame, jo Ti ti vesh jalla këpucët? Ti është shumë e hopa. Mama. Po dhe se mos binë Dole dhe Allah, po. Se kanë parë. Herë, hajde këtu të Eli të shikon të qa do hapi Allah. Qa do hapi Allah? Do e shofim? Hapo Hajde, pra. 1, 2, 3. Prit, se pas kemi nga YouTube-i, kur të ta lexoj këtë? Remember your first subscriber. Jo. Do you remember your first subscriber? Të them të drejtën. Po të 100-in tënd, po të 1000-in tënd, thot. Si mundi shikoj unë këto? I pari ku shko Nuk ke bëhet në një fare. pjesë të Ku familjes. qëndja? Besoj. Edhe që thot, shancet janë që po, ti mban mend. Që s'ka fare lidhje. Njerëz, unë jam aq keq me memorien që nuk mbaj mend sa çka kam ngrenë dje, jo më subscriberin e parë ose që thot Agilo, dikush nga familja duhet jetë, po kjo ç'a thot? Congratulations, urime. Atëherë, këtu thot që shancet janë që po ti i mban mend dhe ne e dim shumë mirë që ti me siguri mban mend dhe të 100.000 subscriberin, do të thënë e fundit që të ka bërë që ke arritur 100.000. Dhe thot, fansat e tu ndoshta kanë gjetur ty duke kërkuar në YouTube, kanë mësuar për ty ose nga një shok, ose nga një i afërm, ose thjesht ti i e shfaqur aty në Kërkime. Jo në kërkime, në ato video që të dalin kështu. Që rekomandohen? Që rekomandohen, po. Uj, se të botan. Ka shumë drejtë. Vazhdo. Pastaj thot që pak rëndësi ka se si kanalat në kanalin tënd, audienca jote qëndroi dhe u rrit nga numrat dhe ai komuniteti që ti ke krijuar, thot. Ne e dim që ti ke shumë histori për të ndarë me publikun tënd, dhe ne e dim që fansat e tuan mezi të presin që ti befasosh ata. Kështu që vazhdo të jesh kreative dhe ne mezi të presim, po? Jo! Ali? S'ka gjë s'ka matit. Dhe ne mezi presim se çfarë do të bësh ti më pas. Dhe ne jemi gjithmonë këtu për të të suportuar ty. Dhe kuj dihet, kur të arrish 1 milion subscriber, ndoshta do të shkruajmë dhe a mbaje mend atë Ashtë anglisht se mos kujtoni se Po normal, është anglisht. Prandaj u po lexoj një herë, pastaj po e përkthej. Se ka s'ka nevoj me lezu tjetë, thashtë thot është bë për një Rik, me emrin Rik edhe... Qa thot, Mari? është bë për një me emrin Rik, edhe në qovë se është prish shumë, mund është me këthy me marrë tjetër, jo. Po mirë, thoje qa thot fix. Nuk më besohet për zotin. Ja, ua, sa bukur që ka, po nuk që ka që ma sa prisja. Nuk është edhe e dija sepse kur shkon 100.000 subscribers të del që duhet të aplikosh për të marrë këte
kornizën, le të themi, dhe kam aplikuar bashkë me Dolën, i thash Dolës kur erdhi ai ta bëjmë bashkë, tash unë se kam frikë se bëj ndonjë gabim. Dhe aty thoshte që nuk është me si ka qenë e madhe, po është e njëjta, po është më e vogël. Nuk e di pse kisha shansin unë këtë. Kjo është për 200.000, Cila? Jo, ajo Silver është për 1 milion. Do më thënë, ja, ajo gol, këtë tjetrin, kjo gol do të vide më e madhe edhe në ngjyrën gold, Në shpirt jo. Se kjo 10 milion, s'është 1 Hajde milion. shiko këtu. Duke. Erga tani do se s'bën buza. Ti japim një buskuq ergës. Ta hapim Allah. Shikoni pak, shkruan te Zilami këtu. Nuk më besohet. Ai nuk do të çojë, sa e prisja. Nuk e di pse e prisja pak të rëndë. Po që nga shumë e bukur, urime. Urime për të gjithë ne. A pas shumë e bukur e pak. Okej, që do shiteli. Ha, Magile. Sa e bukur, Unë e prisja shumë. Si shikon ti nga mbrapa? Të rëndë. Të rëndë, po. Këtë punë është me e varë, Ku Po ke me me varë shpirt tash? jallës, shiko që ka fituar Halla, Erga, shiko. Thoj Hallës, urime Halla. Ju gabimi me urime Halla. Që do Erga me shpirt? Do buxha. Jepi o mam një buxha. I thash një lafë pusash. Sa ko e prisin këtë moment, Bani me në çdo video që thoja këtë muaj, mbas e shkojmë, këtë muaj, mbas e shkojmë dhe pastaj në një moment e humba shpresën, thash, okej, unë do vazhdoj të bëj video për YouTube, për 100.000 subscribers, mbas e shkoj kur të plakem. Por ja ku jemi, normal falju, se mos tishit ju, nuk do kisha arritur asgjë, dhe për këtë gjë duam t'ju falenderojmë pafund për çdo Faleminderit shumë. Për çdo person që ka bërë subscribe, për çdo person që është nga fillimi këtu, që ka parë videon dhe dua shumë të më komentoni ju që keni parë videon e parë deri në fund dhe s'keni lënë video pa parë. Jam shumë e lumtur që kemi arritur deri këtu. S'dua të kapin emocionet se dhe ditën kur më erdhi nuk po e besoja dhe thoja, po ja arrita. Ku ke me e varë tash? Në qafë. Kjo bër një... Që ka mundësi, bër një fjalim bukur dhe ti thu kime e marteshe. Ti thu i mërë bur një faleminderit të diçka, por pse s'ke hiç shpik emocioni për bur. Edhe ky e priste se më vazhdimisht më thoshte kur do të vi abete. Dhe nuk e priste, erdhi shumë shpejt. Edhe mban më thoj pak story time kur të erdhi kjo YouTube-it. Që të mori ai postierin telefon. Më mori postierin telefon dhe më tha përshëndetje Saudeza Lami, po i them unë keni një pako. Duke qenë se më vinë vazhdimisht pako, më vinë materiale të dyqanit, më vinë nga bashkëpunimet dhe kështu, e nuk po e dija për çfarë beshe fjalë. Edhe i thash unë, okej, ma sillni përballë sahatit, i thash unë ku kemi dyqanin te Saudeza. E më thotë, pastaj okej. më pyet mua, e mbylla telefonin, Po. pastaj më pyet mua, "Eli, mos ke porositur në një gjë?" Po, ju më falë, dhe më tha, është diçka nga jashtë. Okej, thash unë e mbylla, i thash, Eli, mos ke porositur në një gjë ti? Jo, më thotë mua. Eli, je sigur që s'ke porositur, thash, tani që është dhe Black Friday, Eli do ke bërë në një porosi, Douglas, a di unë në një gjë nga jashtë, nga këtët make-upit që kanë qef. E më thoshte Eli, jo, mam, nuk kam porositur gjë. Qa është tani kjo paku nga jashtë, se okej, brenda Shqipërisë, prisja. Thash, t'ishte nga Kosova, vazhdim, zakonisht më thonë që ke një paku nga Kosova. Kush do jetë nga jashtë? E marrë dhe njërë telefon edhe i them, dhe për fatin tim të mirë, është vetëm e postë më duket që ma qovi telefonin direkt se asnjëherë nuk ta qenë telefonin. Thash, përshëndetje, jam vajza që morët më përpara në telefon për një paku që ka nga jashtë, po, më thëmë mua, mund më thuash të lutem nga kush është? Jo, them, mund më thuash të lutem sa është vlera. Po, sa është vlera? Edhe tha, s'ke për të paguar gjë, është 0 lek. Okej, thash unë, po nga kush është? Tha, nuk e di, është nga jashtë, më tha mua, është nga Google apo jo? Nuk bëj mend se çfarë Nuk e di se çfarë tha, nga Amazoni njërë tha. Pastaj kur tha Amazoni dhe filloi të thot ato... Por nga Amazon s'ka se si tjetë. Dhe nuk pash përshkrimin që shkruan këtu jashtë. Edhe... Dhenat e mija... Nese, e të them unë në një moment direkt pasaj thash unë, thua të jetë kjo që pres. Leri thash unë se kuptova se qa është nga kush është.
plot entuziazëm unë. Vetëm ju lutem i thashun, kujdesni sepse është diçka që thyet. Pa me rakta su da mbaj në gjep, tha. Duke bërë shaka, kupton. Ndërko, i thua kurrierit ti, që do të sjellin nga postat e zyra ti deri te dyqani. Po. Qa mund t'i bëj shkreti? Ai shkreti, po që kjo ka nga Që jashtë, kjo sa ka është nga kaputur fix. në për kështu, fugon ai gjëra kështu. Nese, unë me merakun që të më vi Po, sakt, po. kupton. Gjithsesi pas ka patur edhe këtë letrën këtu që po serdi sakt e kthen dhe të sjellin tjetër. Kjo ishte surpriza e parë që kisha thënë që kemi. Dhe kalojmë te tjetra. Ju thash kemi 2 pako. Por pakon tjetër nuk do e hapim. Duket se e di se qa është. Janë nga Noa, apo jo? Po, këtu kemi këto dyja Zarfet, ë? që janë të mbyllura si Po që një shikoni. dysh është, cila është? Nuk e di, akile është mish dhe dysh, ka dhe Sa këte. është mish dhe dysh? Ja, lexoj Eli këtu. Atëherë Noa Tradoj. Ky është një udhëtim surprizë për familjen tuaj për shumë arsye. Dezi zgjolli të mos jetë ndjeni për destinacionin duke na besuar ne plotësisht. Ne jemi përkujdesur që të zgjellim një destinacion special dhe ndryshe. Ky udhëtim ka 2 zarfa dhe jo pa arsye. Zarfi 1 dhe 2 mund të hapen vetëm në datën 12/12/2025. Duhet të paraqiteni në aeroportin e Tiranës të datën 12 dhjetor në orën 7 të mëngjesit, nuk është këtu? Sepse fluturimi juaj niset në orën 9 të mëngjesit. Jeni të sigurt që nuk dëshironi asnjë indicje në lidhje me destinacionin, si për shembull nëse po shkoni në një destinacion me klim të ftohtë apo të ngrohtë nga një mik që ju do të miren. Edhe normal që i thash që jo, nuk Po mirë, tani duam asnjë. pse mos ta kemi një informacion? Jo, Eli, se prandaj ky është tamam challenge. Po mirë, nëse është super duper ftohtë, ç'do bësh ti? Do shkojmë me pellusha, Eli. Po çfarë është super duper nxehtë? Do marrim edhe të hollat nuk zen shumë. Po vend. nëse është borë, edhe ne jemi me atlete. Eli, ne do përgatitemi, është dimër, për ftohtë do përgatitemi. Mi Tani thënë po me vajtëm në vend Sa ti të dorim? Sa ti ngrohtë, dorim? do marrim për pantallona Sa ti shkurtër dorim? kemi dhe sa di dorim. Di që nuk e di. këtu. Më duket se 3-4 ditë kemi. Pra kemi 2 zarfe, pse janë 2 zarfe nuk e di, këtu Po, do t'jenë. jo, bileta. vërtet se janë 2 zarfe. Nuk e di pse janë 2 zarfe. Duhet t'jetë biletat? Edhe te zarfi tjetër duhet t'jetë Me letër kështu do na. hoteli. Nuk e keni ide se sa kurioze jam dhe sa mezi e pres këtë udhëtim. Në Më Barcelonë, thonë pres. vazhdimisht Jo, që kam pa në thuti. Unë them Zvicra, nuk e di se më shvicu Zvicra. unë se kam idenë sepse në shumë vende kemi vaj. Po Dhe pra, duhet nuk jemi besoj, kemi vaj. nuk besoj se Orë Noa... Marina si aty. Kafe, mirë. Unë besoj se Noa ka përgjellur një destinacion që ti se ki parë më përpara. Edhe unë atë besoj. Kështu që ti në Zvicra nuk e shkuar ndonjëherë. Ose në ku nuk e shkuar ti? Në Poloni. Në shumë vende s'kam vajtur në prapë. Poloniqa. Qa bere malla? Mirë me shpirt. Ka bënej Marinja ti të do Shumë e qetë është, kështu që nuk e di se qa mund këtë bërë aty me bane make-up e marri. telit. Kështu që këto mezi presim, që të pak të nun, e dini qa më tha Eli. Se edhe kjo paku ka disa ditë e dyqani. Të dyja do më thënë, normal që shtapas një nga këto. Këto janë kudo me të presuara që mos të hapen. Kamera të në i hapni. Dhe Eli më thoshte, mirë thoshte, po a bën t'i hap vetëm unë, të lutem. S'bëhet fjali, thosha, guxo beje. Të lutem paktën vetëm unë ja bëte. Po jo me nuk bëhet, i thosha, se prandaj është challenge. Po të them, po në që se të them tani që unë kam shkruajtur në dhe kemi folur. Nuk ka shans. Po në që se ka them unë ty këtë dhe kam bërë vërtet. Ço të? Zvicë, pra. Nuk ka shans, sepse kam folur me Noni dhe i kam thënë që nuk dua të di asnjë nga ne. Okej, ku do i kam shkojmë. shkruajtur unë dhe ajo ma ka thënë. E ti që s'ta ka thënë, sepse nuk ma bën. Do të rregojmë mesazhet. Po. O vash. Po mirë, edhe sikur që të bëjtë. Po nuk të ta beja, të s'do ma prishje, do ma prishje. Po sa përgjë ty, e përshi vetit. Po jo, është diçka që dua ta përjetojmë gjithë, jo vetëm Po unë. përjetoj ti mu, s'ka që të përjetu. Në është ta Si do të ima nga fut kështu. Se ti zgjedi? A vashti. A vashti do të fillojmë të lutemi, po teshe mo hajde. S'ka gjë, të vi një nga ju, po nuk do të vi agil. Tani, di qa do bëjmë ne herga? Tani është ora që të përzgjedhim 10 fituesit. Normal që ju kisha dhënë fjalën që në këtë video do përzgjedhim 10 nga ju që do ju bëj dhurata unë nga dyqani.
Kështu që një telefon dua unë. Një telefon do t'i, Po. Janë një sekond. Edhe të vite herë ga që t'na thot stop. Ku keme e varë këtë është në Në qafë, bro. A do me ta varë ty kështu, Agile, ja kështu. Me varë se Okej, tani shkojmë të Dezi. Bravo, alla! Atëherë. Po pse të e vëmërën prapë? Po ta po e varë. A e dini sa komente janë këtu? Sa komente janë? Një këthët. Një komente janë. S'ke pasur në një koment, besoj. Eli, da bëjmë këshu neve këtu, screen record, dhe bëjmë do të? Po, bëjmë. Okej, atëherë. Herga, do t'i thuash hallës ti stop të Po prit, bëj screen record një herë. Po me kam hapa, kam hapur. Po, ti hap. Atëherë. Herga, do t'i thuash hallës stop ti alla? Thoj stop kur të duash. Thuaj, Thuaj Hega, stop. thuaj. Hega? Thuj stop. Thoj stop alla. Stop, mom. Mirë, hajtë thoj ti Agile. Stop. Atëherë. Një është Dorontina Duraj. E para, fituese e para është Dorontina. Po, bëj Duraj. një screenshot dhe bëj kështu. Po. Okej. Edhe shkruan të lexojmë dhe komentin. Dezi urime për 100 suksese të mëtejshme. Të kam ndjekur me vëllain gjithmonë çdo video tënde kemi parë. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit që na ke ndjekur dhe atëherë nuk e di se si do kontaktojmë ju, kështu që mirë është të më shkruani tek Angeli, do shkruani tek faqja Angel Shkodër, Dorontina Duraj. Jo me email, se kam plot atje dhe më mirë më shkruani tek Angel Shkodër dhe do i përgjigjem unë dhe Selda. Dorontina Duraj, më shkruaj tek faqja Angel bashkë me kartën e identitetit që të dërgojmë dhuratën. Vazhdojmë me fituesin tjetër. Stop. Atëherë, Griselda Dani. Dezi urime 100k, gjithashtu urime që e bërë hall për herë të dytë. Shumë e mirë, je shumë e Tum mirë. goja, faleminderit. Shumë faleminderit. Është kjo, Griselda Dani. Po, tani vazhdo ti, Eli. A vajtë të themi stop këtu. Stop. Jana Hoxha. Okej, Dezi të dua. Edhe unë një dua shumë. E është fituesja e tretë? Po, So, 5, janë 10. Tjetër. Stop. O, Agile, po ju direkt. Pritu Agile. Rita Avdiu. Përshëndetje Dezi, unë jam fanca jote më e madhe, a mund vish në Kosovë të më vizitosh urime 100k? Ua, Erika, jo ashtu alla, jo ashtu. Hajde këtu alla. Hajde këtu shpirt. Të ullet alla poshtë, mirë. Hajde. Do ullesh ti këtu. Hajde. Hajde. Ulle këtu Agile. Hajde qalla. Pastaj, Vazhdoj. ishte Rita Avdiu, fituesja e katërt, apo jo? Po. Përshëndetje Dezi, unë jam fanca jote më e madhe, a mund vish në Kosovë të më vizitosh urime 100k? Në Kosovë nuk do vi Dezi, por do Shumë të disi një faleminderit, dhuratë. dërgojmë dhuratën në Kosovë, nuk është problem se dërgojmë dhe në Kosovë. Thjesht na shkruaj tek Angeli. Është mbyllur romam kjo. S'ko gjaj ki po screenshot. Ka mundsi. Nuk e di pse është mbyllur, por të shoh deri te ku e kemi lënë fundit. Të paktën fituesit a janë gjetur, janë ashtu. Vetëm 3 fituesit e parë. Kush edhe njërë nga fillimi për fituesin e katërt. Jo, tani të katërtin e gjetëm, kështu që Okej, mirë. te katërta ishte vajza nga Kosova më duket. Te Rita. katërta ishte Joana Hoxha, edhe jo një sekond, janë Rita, si e kishte. 1, 2, 3. E katërta ishte vajza nga Kosova, po kushte këtu janë deri te E shpirt. Vazhdo Eli, vazhdo prap. Shtype prap. deri te Griselda Dani. Nuk e di pse Pra dy fituesit e para vetëm. mos nuk e shumë në telefon. Base. Që që s'do i bëjmë për të fituesit e tjera që janë?
Do ne gjithsesi nuk e di është shkputur kjo, po do ja u lëm këtu me screenshot. Do banane, o Agile. Kur donim thoni stop. Shko pak e më poshtë, ke jo. Stop! Atëherë është Teuta Vis P8i. Dezi Urime 100k, ki punuar shumë për këtë kanal, përveç punës së biznesit tënd dhe ki merituar, e sa për dhuratë di që nuk kam fat sepse kur s'kam pasur fat në dhuratë, po. Dhe ja, tërdi Ja, kita tërdi. kish fat. Urime Teuta dhe do të dërgojmë dhuratën në adresë, thjesht na shkruaj tek Angeli, të lutem. Tjetër. Ja, ta ndaloj dhe ta bëj prapë themu. U shpirt. Sfituese të tjera duan. Unë tani kam shkuar në fund. Okej, ke shkruar në fund? Po. Okej. Tani vazhdo, edhe një herë. vazhdo. Do them unë stop tani. Atëherë, fillojmë. Stop. Happy 100k subscribers Daisy. Një Jon Vis ML5 YW. Pas ka bërë ca komente rresh, kështu që urime tjetër. Stop. Oh, më i fare. Stop. Nuk e di pse më ikën. Si ti ke? Ma e pun tash. Leo Agile, ti të mbërë. Edhe një herë tani, jemi bërë pak bezishëm, Për shumë. Stop. Prit me mam, prit, të Pas të filloj. filluar akoma më falë. Tani. Stop. Stop. Sa shumë të admiroj Daisy, punon ke familje, menaxhon biznesin dhe prap gjen kohë për ne. Nuk e di ku e gjen gjithë atë forcë, por di që e bën me shpirti e mrekullueshme dhe është sekreti të bukurisë dhe shëndetit. Shumë faleminderit. Është zemreni sekreti të bukurisë dhe të shëndetit. Nuk ta di me emrin, por shumë faleminderit për mbështetjen që na shikon dhe na shkruaj tek Angeli dhe ti që të dërgojmë dhuratën. Sa 6, tash 7. Jepi Agil ose Lidbeda. Ja, Mos të vizu Agile se më more mend, o Agile. stop. Kam vite që të njek zemër, urime je preferuar ime të uroj sa më lartë zemër e meriton. Shumë faleminderit. Emri? Silvia Koroveshi. Shumë faleminderit Silvia, bëj screenshot Agile se do Edhe qarkoje. edhe qarkoje. Silvia na kontaktot tek Angeli që të marrësh dhe ti dhuratën. Vazhdo. Agle kështu nga lart tani si kim shkuar një nga poshtë. A e pës mikën. Tiku dhe ty. Do uj ti? Ha pra. Për tulem pak. Vazhdo. Stop. Daisy je shumë e mirë të uroj për 100 subscribers dhe që je bërë hall për herë të dytë. A ba me herë këtë? Si ka emrin? Vazhdo kështu gjithmonë me këto të ke bukura. Besire Fangu. Jo, është tjetër. Hajde Irga. Okej. Besire, shumë faleminderit. Na shkruaj tek Angeli që të marrësh dhuratën. Sa janë 8? 8. Alla 2, edhe 2. E pra. Vazhdo. Stop. Fabiola Haxhia, 10. Urime jetë për 100k, jam shumë e lumtur, kam pritur këto momente 4 vjet gjithashtu, me jetë të gjatë nipit dhe emri që keni zgjedhur është shumë i bukur. Shumë faleminderit. Fabiola Haxhia. Fabiola, pas ke dhe emër shumë të bukur, na shkruaj tek Angeli që të marrësh dhuratën. Faleminderit. Dhe bërë screenshot, Atëherë, këta ishin fituesit. Urime të gjithëve, na shkruani si që u thashtë Angeli që të merrni dhuratat. Do kemi raste të tjera që të bëjmë dhurata të tjera, kështu që mos u mërzisni ju të tjera që keni komentuar. Natën e mirë, Agile. Agile s'ka gjumi. S'kam pjetë veç 3 orë. Pse më mam? Ke halli shkreti ti. Dhe
Kaq njerëz, edhe një herë dua t'ju falenderoj pafund të gjithëve për mbështetjen dhe që kemi arritur deri këtu, fal jush. Çdo gjë që kam arritur në YouTube e kam arritur vetëm fal jush. Shumë faleminderit dhe uroj që t'ju sjell video akoma më të bukura që disi t'ja u shpërblej gjithë këtë gjë që kemi arritur. Ne do shihemi në videon e radhës që besoj se do jetë vlogmas. Jo, kemi vlogmas. Është vlogmas. Pra. Pse mendoni se do bëj vlogmas? Po. Ç'a ke? Vlogmas nuk është kod. Mirë, tash keshte video. Njerëz më shkruani në koment, doni vlogmas apo jo? Okej, do jetë përditshmëria si gjithmonë, por këtë vit është më ndryshe, sepse kemi një ambient të ri, kemi gjëra të reja, plus që do shkojmë udhëtimin që do shkojmë. Kemi shumë gjëra të reja. Është vit i ri. Po, kemi darkën e djalit tani. Po, kemi. Kështu që do shihemi në radhës që do jetë vlogmas. Pashim Angels. Mirupafshim.